ne do bëjmë një provë, do të hedhim afërsisht 1.5 gram për shembull hibiskus, në mënyrë që ta kemi çaj, një lugë të lehtë, ja, mendojmë që 1.5 gram është afërsisht këtu. Atëherë, kjo në përgjithësi përvëlohet me ujin e nxehtë. Dhe do të vëmë re që uji më se mund të jetë nxehtë edhe merr ngjyrë të kuqurent. Shohet ngjyra derisa ato ato detalet të ngjiten pra në sipërfaqe. Ja. Filloi që të ngjyroset uji, të ngjyroset shumë lehtë. Dhe tashti, çfarë mundet që të bëjmë tjetër neve për të dyfishuar, si thuash, efektin dhe për t'i shtuar vlerat e saj? Atëherë, le të përmendim këtë. Antioksidantët e fuqishëm që ndodhen tek këto gjethet e rrushit e bëjnë që çaji të ketë më shumë fuqi në trupin e tij. Pra po ta shikojmë, nuk e di, a do dallohet? Po dallohet, shumë mirë dallohet. Shikojmë. Ngjyra e kuqe, njësoj si arterjet. Tamam. Dhe të gjitha këto antocianinet që ndodhen edhe te kjo gjethja e rrushit, edhe ajo substanca aktive që e quajmë pra OPC, bëjnë që vetit kurative të kësaj gote çaji të na dyfishohen. Pra e vendosëm sërish këtu, ngjyra gjithashtu do të përforcohet, edhe nga petalet, duke qëndruar avash-avash, duke lënë të ftohet dhe me zbutjen. Le ta hapim pak atë gjethen, se na i duan edhe këta kamerës që tjetë edhe pak estetike, dhe ne themi. Pra, mund t'i hedhim edhe pak ujë më tepër. Një ngjyrë vishnje. Ja, po e vendos tu se kemi ujin e nxehtë. Ky është një çaj i mrekullueshëm për t'u përdorur në rastet e një hipertensioni arterial. Dhe çfarë mund të bëjmë tjetër? Mund t'i fusim në brendësi edhe një fet limoni dhe personi përthithet më mirë çdo element. Por edhe kështu ky e ka lehtësisht të përthithshme atë mori lëndësh biokimike që neve përmendëm më sipër. Atëherë, për një person që vuan nga tensioni, sa gota të tilla duhet të konsumojë gjatë ditës? 2 ditë dhe është mjaftueshme, pasi kjo do të japi efektin edhe në drejtim të pastrimit të arterieve dhe të venave. Por le të arritim pak nivelin. Le të bëjmë një çaj për shembull, që një njeri me të vërtet të marrë një gotë çaj shumë të fuqishme, shumë detoksifikuese për organizmin e tij. E kush mund të jetë kjo? Le të marrim për shembull një gotë ujë të ngrohtë. Po. Hedhim afërsisht 1.5 deri në 2 gram petale të hibiskusit. Pra një çaj detoksifikues. Dhe marrim një produkt i cili shikohet në shumë prenjë të vendit tonë, por që askush nuk madomendja veç zojt u adin vlerat atyre. Rrushi i egër. Atëherë, ndoshta nuk ka bukuri, nuk ka kokër të madhe, por po ta shikojmë, kjo kokra është plot e përplot me aminoacide. Përveç asaj OPC-s që neve përmendim që ndodhe... Që nga shumë e thartë. Shumë e thartë. Pra është plot me acide organike, plot me aminoacide, dhe këto neve mundet që t'i transportojmë tek ky çaj në këtë mënyrë. Hedhim 10 deri në 15 gram. Nga kjo, dhe ne marrim me të vërtet një lumë të tërë, kriprash minerale, aminoacidesh, acidet organike, këto tartarik që ndodhen tek rrushi, po sigurisht edhe vitamina. Nga na ka ardhur ky rrushi, doktor? Të falenderojmë cilin fermer që na ka sjellë në studion tonë. Të falenderojmë Nëna Natyrë. Nëna Natyrë. Në përprej dhe ju që e keni gjetur në për... E keni gjetur pikërisht dje. Super. Atëherë, pra, aty pranë fermës Jahja ishte edhe kjo. Atëherë, shiko çfarë mund t'i bëjmë. Këto i shtrydhim, ose i hedhim këtu
dhe i shtypi me fundin e lugës. Çaji do të bëhet me të vërtet një çaj i mrekullueshëm, që unë duart i kanë pastra, çajin këtë frutin e duke i shtypur, doktor, të i shtypim që të lëshojnë dhe lëngjet. Sigurisht përpara një tablete dhe gotës së çajit, unë do të zgjidhja këtë të dytën. Pra, në këtë formë kemi përgatitur një çaj atyre, por atë që ka na ofron në natyrë nuk mund ta improvizoj as laboratori më modern i kohëve të sotshme moderne. Pra, sikur pak rush të marrim nga ky. Sikur një grusht rush nuk do të ishte kur baraz me një ark të madhe me rush të kultivuar. Mi, doktor, ata që nuk e kanë patjetër, po çaji hibiskus gjendet se është në gjendje të thatë dhe tregtohet. Flasim për atë që ta ngrejë hibiskusin nga këtu në një piedestal tjetër. Që e njohin atë zonë dhe të njohin dhe rushin e egër. Themi që këto të dyja, për shembull, janë dy nga çajrat më të mrekullueshme që mund të përdoren për hipertensionin arterial, për pastrimin e venave varikoze dhe pse jo edhe për largimin e toksinave nga organizmi. Pra, ato radikale të lira që vinë rrotull në organizëm dhe na shkaktojnë dashur pa dashur plakjen e parakohshme të organizmit.